Pak për rregullat statutore të partive, janë shkelur ato? Jo, shumë e bukur, sepse pikërisht ne jemi në këtë ditë sot për të diskutuar për një të pavarur, për shkak se partitë politike janë jo demokratike. Dhe për shkak se partitë politike janë jo demokratike, tani kryesisht opozitarët nuk kanë marrë rezultate zgjedhore, pra nuk e kanë motivuar qytetarin që ta lëmë shpytja shumë konkrete, Orneles. Vajti njëna koleget e Partisë Demokratike ka bërë ankimim brenda statutit dhe ka thënë ky emër ka dalë afrofe, është shkelur statuti në 20-30 pika ku diun sa ishte shkel. Po statuti për shembull PD-ja ka nenin. Po një sekondë se ai e quajti këtë, e quajti shkelje kushtetuse. Po shkelje kushtetutës së partisë. Nuk është shkelje kushtetutës së partisë, Erion, sepse e thash që në fillim të herës, nuk është garë partijake kjo. Nuk është garë partijake. Si më po pse nuk funksionon statuti partisë në pushtetin vendor? Funksionon absolutisht, por jo tek individi, partia, forcën e mat tek këshilltarët, tek votat që merr, përqindja që merr. Partia ta thotë se si zgjidhet një person. Po, edhe personi që do kandidojë. Konsultohet me të gjitha strukturat e partisë. Do me thënë këtu kemi strukturat e partisë. Ne po diskutojmë a është humorist as është humorist. Humorist është shkelja e statutit, a ishë humor. Falë, 2 sekonda. Mendoj unë tani, ose afus kohë. Se po flitet shumë për këtë statutin e partive. Pse duhet respektuar statuti i partive? Ja, pse duhet respektuar kushtetuta? Po, s'ka lidhje, kushtetuta është një kontratë sociale që kemi në gjithë qytetarët në një tjetër. Partia ka një të vetëm, po duash rrinë atë parti, po shkel statuti iku. Po unë Shqipëria nuk e ishtë do të dorë në shtetësia shqiptare.